Java e ardhshme do të jetë hera e fundit që do të ulen në karrigen e parlamentit 63 deputet opozitar, të cilët 4 vite më parë dolën nga listat e Partisë Demokratike. Në 3 korrik, do të mbahet seanca e fundit e kësaj legjislature, ndërsa në shtator në Ulse do të jenë 83 deputet të PS dhe vetëm 50 të PD. Për herë të parë mundësia paraqitet me nga 2 parlamentar, ndërsa me nga 1 është Lëvizja Bashkë dhe Koalicioni Shqipëria bëhet. Sa i përket seancës së 3 korrikut, një ndër projekt ligjet më të rëndësishme që pritet të miratohet është ai për bashkëpronësi në banesa, të cilën qeveria e ka cilësuar si të domosdoshme për procedurat ligjore dhe duke vendosur detyrime të përbashkëta për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e tyre. Ndryshimi ligjor parashikon gjithashtu krijimin e një libri të bashkëpronësisë nga pushteti vendor, një dokument zyrtar që njeh pronar të hapësirave të përbashkëta. Ligji i ri e rregullon këtë situatë, duke i njohur të gjitha këto si bashkëpronësi të banorëve dhe duke vendosur detyrime. Një tjetër detaj i këtij ligji është e drejta e administratorëve që të hapin llogari bankare të posaçme për menaxhimin financiar të godinës, ku do të ruhen pagesat mujore për pastrim, mirëmbajtje, si dhe një fond rezervë për emergjenca apo projekte të veçanta.